Trajneri i Vllaznisë Armando Cungu ka bërë një mbledhje urgjente me lojtarët e skuadrës pas humbjes së papritur me Teutën, ku Kuqeblut lëkundën sërish duke qenë se dhe Byli sfidoi me Tërbunin, ndërsa flamurtari ndali Partizanin në 1-1. Tekniku Cungu ka qenë tetë i ashpër me lojtarët e tij, duke i kërkuar përgjegjësi dhe një shpjegim se çfarë ndodhi në atë ndeshje ku Kuqeblut humbën 0-2 ndaj Teutës. Më shumë ka patur kritika për malazezin Cicmil, i cili mori pa nevojë kartonin e dytë të verdh, duke lënë ekipin me 10 futbollistë. Në një të përditshme sportive, trajneri Cungu ka deklaruar se tashmë i ka propozuar drejtuesve të klubit që lojtarët të gjobiten për këtë humbje të papranueshme dhe të pajustifikueshme, sepse dikush duhet që të mbajë përgjegjësi. Po kemi zhvilluar një mbledhje urgjente me njëherë pas humbjes që PS-ua me Teutën. Kemi diskutuar gjatë dhe u kam kërkuar lojtarëve të di se çfarë ndodhi dhe pse erdhi ajo humbje. Askush nuk diti që të më jap shpjegime gjatë mbledhjes. Është normale që të jem kritik dhe me tone të larta sepse nuk duhet ta humbim atë ndeshje. U kam propozuar drejtuesve të klubit që lojtarët të gjobiten, sepse ashtu siç kërkoi korreksi dhe rregull nga klubi, po ashtu dikush duhet që të mbajë përgjegjësi. Patjetër që në këtë mes më shumë nga të gjithë do të gjobitet Cicmil. Kjo nuk është për të justifikuar, por për të qenë më të përgjithshëm. Humbja ishte papranueshme për mua si trajner dhe shpresoj që kjo gjob të jetë efektdhënëse, ka deklaruar tekniku Cungu, duke shprehur qartë edhe një lloj revolte pozitive nga ana e tij për humbjen ndaj Teutës. Tashmë flamurtari është vetëm 4 pikë larg, ndërsa Bylis 5 pikë larg Vllaznisë, duke vështirësuar situatën.